Radhët e gjata, mbarimi i shpejt i pagesave dhe problematika të tjera shoqërojnë pensionistët në çdo fillim muaji. Për të tërhequr pensionin, ata duhet presin për orë të tëra në këmbë. Në zyrat postare në Vlorë, kjo situatë përsëritet pothuajse çdo fillim muaji. Në ambientet e shpërndarjes së pensioneve, shpeshherë fondet e parave rezultojnë të pamjaftueshme, duke detyruar pensionistët të rikthehen sërish në ditë të tjera. Vetë ata pranojnë se radhët janë të gjata dhe pritja është e lodhshme, ndërsa jo rrallëherë u duhet të kthehen pasi pagesat mbarojnë. Ndërkohë ka dhe nga ata që shprehen se detyrohen të lënë një shumë simbolike rreth 100 lekë të rinj sa herë marrin pensionin me qëllim të shmangin pritjen e gjatë në radhë. Pse po s'ka lek? Nuk ka lek në dalla. Vetë shjella, s'ka. Nëse, çelë. S'kam gjë. E mo. Po para nuk dalim dot ne. Nuk e di. Nuk tani i mora. Para dalim dot. Pare. Kam 2 orë. 2 orë. E morëm. Dje ka pasu më shumë, sot mirë, shqy, punojnë mirë ato. 10 minuta, pa e kemë marë. Ore, unë nuk dhe gjë për lekët mbaruan, apo unë e mora për rentime. Unë edhe mora lekët në regu. Jo, këtu nuk ka shumë. Tani varet edhe na ashtu, se tani edhe ato punëtore janë të shket ato, vetë ashtu. Po, për mua unë dhe tani jam në regu, e mora. Jo, s'ka da kështetë, mbaruan. Po, ku do vjen? Në këmë janë të shikonë këmë jemi këta. Nesë rajtë të ta. Unë e ka marrë para një muaj, tani është buri. Po mirë është në qoftë se keni ndonjë kamera të fshet, ta vini ta shikoni. Pensioni nuk e japi të plot. Në qoftë se është 2100, ata 100 që ne mbajnë e kanë kështu rregullore. Se kështu pëlqen. Jo, e mbajnë kështu si ta them unë ty. Bakshish po e kanë në mënyrë të ligjshme. Ligjin e bëjnë ato. Do apo nuk do ti? Mishja nuk jepet mbrapa, e mbajnë ato. Kështu ndodh. Unë jam emigrante për veten time dhe këtu pensionin, po nuk le 10 mishën, këtu nuk ta ja. Sot jo është rregulluar gjendja, po më bën përshtypje, nuk isha dje këtu, nuk tu them, po këtë e di shumë, se dhe njerëzit nuk flasin këtu se kanë frikë, po këtë e di që 1 mishën, 2 mishën e kanë rregull. Pensioni mujor është e vetmi e ardhur për shumicën e pensionistëve, megjithatë pavarësisht këtij fakti, ata shpesh detyrohen të presin në radhë të gjata për disa orë. Në disa raste fondet mbarojnë dhe pensionistët pavarësisht moshës së thyer duhet të rikthehen në ditë të tjera. Po kështu nuk mungojnë rastet kur ata ndihen të detyruar të lënë një bakshish të vogël për të shmangur pritjen.